Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Do të vazhdojmë me kategoritë e tjera të meritorëve për ta marrë zakatin siç i trajton Allahu i plot fuqishëm në librin e tij. Nuk arritëm më shumë se dy të parët të elaborojmë për në pjesën e ligjëratës së kaluar lidhur me këtë temë, por një gjatë duhet ta theksojmë se i varfër konsiderohet njeriu i cili nuk arrin që t'i mbuloj shpenzimet e tij për nevojat e tij esenciale dhe të atyre që i ka nën kujdesin e tij. Ka disa prej dietarëve që në kuadër të nevojave të tij kanë thënë është jo në rregull të vlerësohet vetëm ushqimi, veshmbathja edhe vendbanimi, por duke pas parasysh se njeriu ka nevojë edhe për gjëra të tjera, në kuadër të kësaj e kanë përmend sidomos martesën. Nëse dikush është i varfër, nuk ka mundësi që të martohet, atëherë në raste të tilla me zakat mund të ndihmohet për martesë. Natyrisht, edhe kjo nuk është prioritar krahasu nëse në atë vend, në atë shoqëri ka që janë të nevojshëm për ushqim, sepse martesa dallon prej ushqimit, nuk ka prej prioriteteve. Ushqim njeriu han prej ditës së parë, ushqim han fëmia, ushqim han edhe plesht, ndërkaq për martesë mund të shkohet me agjerim e me gjana tjera pra për ta mbulu nëse dikush vërtet nuk mund ta shtyj martesën. Por në raste të veçanta mund të përdoret pra edhe për të ndihmuar dikujt për martesë, pra zakati. Kalojmë te kategoria e tretë prej kategorive që Allahu i plot fuqishëm e ka parapa dhe prej mjeshtrive të skajshme, hynore që Allahu i ka bë krejt fesë, çdo programi, çdo teme është edhe kjo që do ta përmendim tek zakati, ne nuk do të na kishte shku mendja, do të ishim turpnu me përmend ndoshta këtë kategorinë e tretë të atyre që e marrin zakatin, por Allahu është ai që din më shumë, Allahu është ai që din përtej asaj që mund të dinë krijesat e tij dhe e ka parapas se aparatura e organizimit të zakatit janë ata që meritojnë të marrin zakat dhe e ka qit të tretin në rend. Ndoshta ne do ta kishim përmend prej të fundit ose kishim shtin ndonjë në ndarje. Kush janë këta persona? Personat wal amilin alaiha, personat të cilët janë drejt për drejt të lidhur me mbledhjen, llogaritjen dhe më në fund distribuimin e zakatit, janë ata personat të cilët i angazhon shteti, gjithnjë po flasim, i angazhon shteti islam për të marrë me këto detyra që kanë të bëjnë me zakatin. E them prej mjeshtrisë se Allahu tash që i ka parapa këta njerëz, sepse ne do të kishim thonë për zakatin si ibadeta, por në mënyrë vullnetare ne e bëjmë. Në mënyrë vullnetare e kishim kry këtë punë, vetëm a ka njerëz që e japin zakatin se me shku me marrë dhe me dhon dikun tjetër, mi gjet fukarat, mi gjet njerëz të nevojshëm, ne do ta kishim bërë këtë punë pa problem. Kjo është në emocion. Kjo është në llogari të përshpejtume e që rezultati nuk na del i kënaqshëm. Sikur çdo veprim që është i rëndësishëm, nuk guxojmë ta lëmë vetëm baza vullnetare. Pse nuk guxojmë ta lëmë baza vullnetare? Sepse nëse është prej veprimeve që kërkon angazhim serioz, duhet m'ia nda kohën. Për m'ia nda kohën, duhet m'ia nda edhe mendjen, që do të thotë me pas edhe vitalitet. Jo vetëm më thonë unë shkoj po si të muj, si mos lodhna në punë, tani dal mazdite dhe merrna edhe me zakat. Me fjalë tjera, nuk guxon kjo me met prej punëve dytësore.
Nuk guxon kjo për njerëzve që janë vullnet mirë, por kapacitetet e tyre do të jenë të harxhume kur ata kanë dëshirë ose kanë mundësi mu marrë me çështjen e zakatit. A në anën tjetër, nëse ata angazhohen në mënyrë drejt për drejt, atëherë po i shndrojmë ata në çka? Në varfën. Ajo pjesë e njerëzve që po na vijnë me shtin në ekipën e zakatit, mbledhjes dhe distribuimit, aja nuk janë ekipe vogël njerë mas pari, dhe e dyta, nuk guxojmë ne me kriju varfëni, duke i thonë atyne ju rrini qështu, mbledhni parët e tjerve dhe shpërndani tek tjerë, shka aty e shka ne, ananën tjetër prej zakatit, prej tarë nuk keni kur gjë. Në fakt, Allahu e ka parapat që prej mjeteve të bume të zakatit të paguhen këta persona. Dhe kjo është, e them, diçka që ne duhet na jep mësimin më të madh që mund të merret në këtë tema, sepse shpesh janë rastet kur dëshirojmë të merrem me punë vullnetare, mirë po një punë vullnetare varet prej kapacitetit tënd, një, kohës tënde, dy, edhe tjetra është varet prej angazhimit sa të kërkohet në atë punë vullnetare. Ne gjithë jemi njerëz që bëjmë punë vullnetare. Kush mirë e kush keq, kush me nijet mirë e kush pa nijet mirë, është tjetër muhabet, po punë vullnetare të gjithë bëjmë. Ose në shtëpi, ose në familje, ose ku do kur. Mirë po, a mujmë me bë të rregull çat punën vullnetare, këtu është problemi. Këtu është dilema që ne duhet ta shfaqim tash për tash këtu në këtë moment. Pra, jo, çdo punë që ty kërkohet me e bë për ditë, ti mundesh me thonë në një moshë të re, po unë e bëj se nuk lypet prej meje kur gjë, se e kam hala babën punë, nuk jam i martuar, nuk kam familje, nuk kërkohet prej meje diçka, atëherë ti mundesh, ti vetë ki kohë, vetë ki kapacitet, edhe ajo punë që po të kërkohet është e arritshme, mirë po, kjo nuk shkon pafund. Ma vonë kërkohet prej teje angazhim, ma vonë kërkohet prej teje që të kontribojsh në familje dhe të njëjtën kohë, pra të merresh përsipër ato obligimet që ty të takojnë. Kush janë këta njerëz që duhet të merren me këtë punë? Kush i zgjedh këta njerëz? Këta njerëz që janë adekuat. Janë njerëz adekuat sepse janë në gjendje të kryejnë këto shërbime pa problem. Dhe për mi kry këto shërbime, natyrisht që këta njerëz duhet t'i plotësojnë disa kushte. Kushti i parë është që këta vetë të jenë musliman. E pse kështu? Pse kështu? Për me jep në rregull, po këta që e mbledhin zakatin. Atëherë s'ka nevojë me thonë musliman, le të jetë i besueshëm. Mundet, çashtu është, por ne e zgjedhim një të besueshëm. Të drejtë real. Pa muslimanëve që ta ka zakatin. Po, na nuk po flasëm, a i takon këti me marë, po pse ky me qenë musliman, ky ka me tubu? So, unë me përgjithësi. Jo përgjithësi. Sepse është ibadet. Vetë veprimi është ibadet. Ne jemi të folë për shtyllën e tretë të islamit, kemi thonë, është krejt procesi këto është ibadet. Atëherë nuk është largëmenç kjo, nuk është diskriminim që kërkohet, ne mund të ashtim të financat në shtetin islam po flas. Dikon jo musliman me punu. Pra nuk është fjala që a është vetëm i besueshëm. Sa mund të jetë i besueshëm. Pastaj shteti ka kontrollin. Ndoshta shumë njerëz, dhe sidomos shtetet e shihni sot shtetet më të fuqishme, a janë musliman? Jo, nuk janë musliman. Atëherë ata të pabesueshëm prapë e vjet kanë shtetet? Qeverit? Jo, ka vënë ligje strikte, ata me mujt e bojnë, po ka vënë ligje strikte, ka kontroll strikt, cilin në fakt nuk e pengon me nuk e lejon me
keqpërdor pasurinë e shtetit, në këtë mënyrë pra bëhet një menaxhem i tillë. Mirë, po derisa kjo është një amanet fetar, ata duhet ta kryejnë vetëm ata që janë e kuptojnë rëndësinë e zakatit, sepse për fatin e keq provoti inkasantit të rrymës, provo dikuj tjetër, pra ati që punon në administratën tatimore, ofroj diçka këshurës që është ndihmon me keqpërdor. Në këtë rast, jo që muslimani s'mund tjetë i tillë, unë nuk po e them kështu, se edhe muslimani mund tjetë jo i besueshëm te jo besueshmëria, por unë duhet them se ky punëtori i kekut, ky nuk është i bindur që kekun duhet me e zhvillu. Nuk është i bindur. Për këtë arsye, jo që ky i merr vetë do parë, po në fakt e shkatron vendin e vetë punës. Atëherë, ky personi i cili nuk është musliman, që në fakt ky nuk e ka atë fen ku shtyll e islamit është mbledhja e zakatit. Ky mundet me shku me i thonë, hej, jep e zakatin. Ty dim për vete i ki. Edhe se dha valla filani. Jo, nuk kërkohet kështu. Kërkohet me qenë mastrekt, kërkohet që ky me ndi vetë me ndi çështjen e zakatit se është një prej obligimeve islame. Tjetra të jetë i ngarkum me vepra. I ngarkum me vepra në kupton të jetë moshritun dhe të jetë i mençur për të mos ketë smundje psikike. Tjetër prej kushteve është të jetë besnik. Të jetë besnik. Jo thjesht vetëm të jetë musliman, po prej muslimanëve duhet të jetë besnik. Atëherë dikush tash mund thotë, po a nuk e mbulon ta ajo para këtë dytën? Jo, nuk e mbulon. Se besnik mundet me qenë edhe jo muslimani. Ai nuk po bëj ka me qenë këtë aparatur, ndërkaq mundet me qenë muslimani jo besnik, edhe kjo nuk bën me qenë këtë aparatur. Pra, natyrisht që nevojitet njeri i cili din me rujt interesin e shtetit, e ka dronë e Zotit dhe e ka po ashtu edhe dëshirën që ai person tek i cili duhet të merret zakati të jetë prej njerëzve që t'ja mundsoj, pra thjesht mos bën gabim, t'ja mundsoj të mos bën gabim e të mos e shkel ligjin e Allahut. 4. Të ketë dituri të detajshme për punën që e kryen në çështjen e zakatit. Nëse është për distribuim, duhet mi ditë mirë se çka nevojitet, çka nuk nevojitet për një gjatë tillë. Nëse është për mbledhje, atëherë nëse është me kafsh, atëherë duhet t'i dinë mirë rregullat e zakatit në kafsh. Nëse është për të mirat bujqësore, ashtu. Nëse është për ari dhe argjend, ashtu, ose duhet t'i dinë të gjitha, pra të ketë njohuri për këtë çështje. Të jetë i aftë për punë, të jetë i aftë për punë, thjesht të jetë i fuqishëm, të mos ketë ndonjë smundje, qysh ka thonë te rasti i Shuaibit alayhis salam, kur ka kërku vajza që të martohet me atë djalin e fuqishëm, cili ishte ai? Musa alayhis salam, inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin. Mas miri një njeri që do ta kishte marrë me punu ajo që është edhe i fuqishëm edhe është besnik, të dy sifatet i ka pas Musa alayhis salam. Edhe ka qenë i fuqishëm, sepse me lehtësi e kapi atë gurin, atë kapakun, po e quajmë e lëvizi, edhe të njëjtën kohë emin, sepse ke me dy vajzat Shuaibit alayhis salam bënin një udhtim dhe kërkoi që të ecë përpara, edhe pse nuk e di ke rrugën, sikur ky ju prike vajza vetëm mos me shku mbrapa. Dhe në fakt kështu, te ai që tu bën zakatin do të jetë i kësaj kategorie. A do të jetë mashkull a femër? Disa dietar në këtë rafsh përmendin që ai duhet të jetë mashkull, ndërkaq argumentet janë shumë të përgjithshme. Në argumentet të përgjithshme ne e dim se janë
të dy gjinit të obligum në mënyrë të barabartë, sikur tek namazi, sikur tek zakati, sikur tek agjerimi, haxhillëku, pra janë të barabartë, muslimanët janë të ngarkuar, të kërkohet prej tyre që të kryejnë këto vepra prej dy gjinive në mënyrë të barabartë. Mirë po, këta që kanë kufizu për shkaqe tjera që janë të njohshme, që janë të përgjithshme, pra nuk mujmë na me bo inspektorët të zakatit një femër me shku ajo tek agrart, me shku te bujqit, me shku te blegtorët, pra me u marrë me zakatin. Për këtë arsye mujmë me thonë s'bën femër. Mirë po me kufizu tërësisht, me thonë hiç s'bën femër, kështu nuk ka vend në shariat. Mund të jetë në aparaturën e atyre që angazhohen për mbledhjen dhe shpërndarjen e zakatit të ketë edhe femra. Pse kështu? Çka e mendja? A ka drejt femra me pas biznes të vetin? E mirë, ka me qu me bo Allah me ta? Shumë e thjeshtë. Derisa ato mujnë me qenë kontribut dhënëse në zekat. Mujnë me qenë pra në fushat të ndryshme, ato që do të na japin zekat, atëherë, pse me qenë e njëjta gjinie privume, me thonë ti s'guxon këtu me punu, kur ajo neve na nevojitet madje. Ose praktikisht shumë familje ku sot e dim se kanë varfëni, zakonisht ajo varfëni vjen si rezultat i shkafit. Ka vdek domaçini. S'është, ka met gruaja shkret me fëmijët im. Nuk ka pas kusht kujdeset për ta. Unë edhe ti kem qef mja qu 20 kg mill. Po detyrohem çka me bo? Me marr gruan me veti, me thonë që se bajat, me të pa dikush të hinë në vorë të një e vej, bajat. Apo, ti po shkëm për humanitet realisht. Pra, nuk muj me thonë se administrata e Ministrisë së Zakatit nuk guxon të përmbaj femra. Sidomos për punë, tash me i marë, sigur të kishë funksionu dikon, pra që ka dhe punë administrative, bukur shumë ka punë të letrave, ka punë të llogarive, atëherë çka mujmë me thonë, pse femra nuk ka drejt me punu, kur mundet me pas aftësinë për me i krye ato shërbime të njëjtë sikur se mashkulli. Dhuratën e merr nëse ja jep dikush atij, po? Pse jo? Qysh më një? Dhuratën e ka të ndaluar pse e merr pagën. Dhurat, s'po thëm, dhurat, ka shku mi thon atij hurme ty që kash po të bin, ai thot merr edhe një kesë hurme. Qysh më një? Hedije. Ai kur gjë nuk pi bën. Vetëm një zbut pak zemra, në den që në vitin e ardhshëm këtë dhuratë ndalon rreptësisht shariati. Edhe janë gjetë emrin e vet adekuat me kohë. Cili është ajo? Mito, a? Ja, rishvet. Rishvet, ma drejt për drejt. Do më thonë dhuratën të cilin ja jep zekat dhënësi personit të autorizum për mbledhjen e zekatit, ajo nuk pranohet. Është e ndaluar. Rrjedhimisht me këtë, sa do të mja dhonë pra pagën këtij punëtorit? As me përqindja sa ka sjell. Jo, s'më në përqindje. Nëse ka sjell 1 milion, ka të bu 2 milion, çka mi bo? Jo, gjysmë, po sa është ajo rregulloria. Disa kanë thonë, nuk guxojmë me përmend me kontribute kështu, sepse në të dy anët dëmtohet dikush. Nëse i thojmë me kontribute, nëse është ai në një vend ku nuk ka mujt me mbledh zakat, se janë zakonisht shtresë e varfër, atëherë ati mi met për paga 100 euro, në të kundërtën. Nëse ai tjetri ka qëlluar në atë zonën industriale, tek qyteti, tek ku janë, domethënë të pasunit ku kapitali i secilit prej atyre fabrikave konsiderohet me milion, atëherë ky vjen 2.5% e bjen bot mashallah aty, edhe mi thonë ti merri 2.000 euro tash paga.
pse me realizim. Jo, me realizim nuk bëhet, mirë po disa dietar kanë thonë, duke qenë se aparatura ose administrata e zekatit është një prej 8 pjesëve. Një prej 8 pjesëve, atëherë kanë thonë, nëse zekat ka të kufizum, po e thonë 100.000 euro, e janë disa punëtor që me bo aki këta mi marë pagat normale, atëherë 50.000 euro shkojnë paga, 50.000 jesin mjau qu këtyne kategorive tjerë, këto kanë kufizu, kanë thonë jo, mos me ka përsy 1/8, që do të thotë, në atë rast pra mos me kalu mbi 12.500 euro. Apo i vjen kështu? Prej 100.000 eurove. Mos me i kalu 12.500 euro. Paga. Janë pra qash vetë, atëherë i vjen pagat me i marrë vogla. A në rast se ndodhe kundërta, janë këta 10 vetë pra, po janë të bu 1 milion zekat, atër nuk do të thotë që prap 1/8 me vlejtë. Pra atëherë marrin një pagë e cila këta i pavarëson. Dhe edhe kjo është politika e sheriatit. Na vërtet hedijen ja ndalojnë, po edhe me ngopën. Mos mjalon forsynin qel që me thonë, paga jam e lebre, çka pash aty. Sidomos kategoritë që kanë të bojnë me pare, sepse edhe bohen fitne në nevojën e pasunisë, personi që punon në bankë, personi që punon tek mbledhja, domethënë e kontributeve, sikur ai në ark, pra, sikur ai që punon në kek, sikur ai që punon në administratë tatimore, në dogane tjera, është mirë me pas pagën më të lartë. E aty mos me i vetë shumë, se me i vetë punëtorët e arsimit, thonë qysh ai me shkollë të mesme, unë kam kry fakultet, unë matematikën minxhe kam kry, ai tjetri thotë unë jam mjek 6 vjet kështu, 4 specializim, edhe unë 500 euro paga, ai me shkollë të mesme në dogan mi marr 600. Do të më thonë po, për me ma mirë është mi marr ai 600 euro se mi marr 200. Ma mirë është. Amo 600 euro po me kamerë jepja me njëherë. Dhe unë kamerën vetë jepja, thuj tash, një pagë të mirë e ki, po atë njëtën kohë një kontrol të fort e ki. Unë nuk po të lo ty të nevojshëm për të paga tjetër në e mora një shifët 600, se këto janë në këtë kohë në sot me janë sendet vogla, mirë po shtjesht mi pas, aj mi plëcu nevojat. Jo me thonë për ushqim ka bol, po për shtëpi banim nuk mundet kur njerë me mendu. Për me mendu njerë, aj duhet një zdi sa kamione me ilshu pak si jo, këto duhet mi këshyrë, do më thonë këto politika do t'i regulon të në atë rast shteti. Edhe një punë tjetër shka bojnë prej detyrave që dietarët e kanë përmend patjetër se është e mirë, këta personat kur shkojnë me mbledh zakatin të njëjtën kohë bojnë dua, luten tek zakatdhënësi, i thonë Zotit dhasht bereqet. Khudh min amwalihim sadaqatan. Merr prej pasurive të tyre sadakën, zakatin. Çka bën tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, i pastron ata në aspektin e pasurisë, po i pastron edhe në aspektin shpirtënor. Wa salli alehim, dhe lutu për ta, inna salateke sakanun lahum, sepse lutja jote o Muhammed është për këta. Pra ata gëzohen kur ti lutesh. Andaj bëne edhe një dua të tillë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bën një dua të tillë që transmeton Buhariu, pra kur ka marr zakatin e tij, ka thonë Allahumma salli ala ali Abi Awfa, o Zot, ka thonë bëni të famshëm familjen e Abi Awfas, pra që në fakt ai e kishte dhënë zakatin. Kategoria tjetër, cila është? E katërta, po. Kategoria e katërt është përfitimi i zemrave, Kush janë këta njerëz që duhet përfitu zemrat e tyre, ose lejohet të shpenzohet zakati për mi përfitu zemrat e tyre? Këta janë dy kategori kryesore. Ata janë
mujnë me qenë njerëz musliman edhe mujnë me qenë njerëz jo musliman. Varësisht pra prej gjendjes tyne edhe varësisht prej nevojës për këtë kategori. Qysh mujnë me qenë musliman? Qysh mja përfitu zemrën e muslimanit? Duke i ndihmuar, duke i dhonë ndihmë, duke forcuar një mon besim. Si musliman mundet me qenë njeri që është musliman, po din me bo pengesa për punë të mira dhe të mare. Sepse e ka besimin e dot edhe e ka një drejt cilën e shfrytëzon boaki maksimalisht, e nuk është në gjendje me sakrifiku për interesin e përgjithshëm të muslimanëve. Ati njeri mund t'i jepet zekat për një gjatë tillë në mënyrë që mos me luftu, sepse është musliman, në mënyrë që mos me i shpall ndonjë farë konflikti atij në mes tij dhe të muslimanëve dhe me bënë një farë konflikti domethënë ndër muslimanët. Me fjalë tjera, më e mira zgjidhje do të ishte me i dhon atij, jo që për to është nder një gjë të tillë, po megjithatë ajo mund t'i bën punë atij ndoshta në një periudhë caktuar. Ne do t'i përmendim cilat situata ka njerëz që kur t'i jepet prej zakatit diçka, pra kur t'i jepet mall pare, mund ndodhë që bëhet shkak me pranuaj islamin, pra është jo musliman, e pranon islamin. Po mund ndodhë që edhe e pranon ai islamin, po e pranojnë edhe familja tij. Do të thonë i jep diçka një kredibilitet atij brenda familjes, se që mu halifja për shembull se dikush mi ka dhënë kaq mjete, faktikisht e ka edhe më të lehtë ndikimin familje se çka ka ndodhur. A ka bëu aki kjo në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Kujna i ka ndodhur? Safwan ibn Umayya ka qenë një ignorant i madh në kohën e xahiljetit, nuk e ka pranuar islamin deri vonë. Ditën e shërimit të Mekës, bënë men ka qenë halali o muslimanaj. Shërimi i Mekës në vitin e 8, do më thonë edhe 2 vjetë po jeton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe po vdes pastaj. I ka dhënë atij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam liri, sigur i ka pas dhënë Ebu Sufjanit, pra që mos me luftu. I ka dhënë po ashtu 4 muaj hapsin që le ta shikon punën e vet se ka po don mu orientu. Bën men Safwan ibn Umayya ka pasur në luftën e Hunenit, mas lirimit të Mekës, ka pasur si jo musliman ka marr pjesë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja pat marr armë me qira. Tjetër, le që ja pat marr armë me qira, edhe disa deve ja pat marr po ashtu me qira. Të njëjtën kohë, masi ndodhi ajo fitoria në luftën e Hunenit dhe u shpërnda do pasuni pastaj bukur e madhe, Safwanit i ka pas dhënë shumë deve i ka pas dhënë prej plashkës së luftës. Dhe domethënë këtu rrjedhimisht muj me marr jo si zakat ajo. E ky më vonë tregon se u pat bë tani dikur vonë pat bë musliman i mirë, e njerëzit kur i përmirësohet Islami i tregojnë atë gjendjen e tyre në xahiliet që kanë pas. Thot wallahi laqad a'tani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa innahu la abghadhu an-nas ilayya. Thot më ka pas dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka pas njeri më të urrëtun në zemrën time saj. Fama zala yu'tini hatta innahu la ahabbu an-nas ilayya. Vazhdoi kështu me mllon, filloi me u bë njeri më i dashur i jam. Pra ka dikush që ndikohet, edhe kur ndikohet, pastaj ka hajër, jo vetëm ai, po ka hajër komplet kabilja. Do të thonë jo si individ, sepse Islami i dikuj si individ, mundet nuk na intereson e pas vetën qaf, por ne ajo që na intereson kur me to pritet me ndodh një hajër pak më i madh, ma gjithë përfshirës,
që ka domthon në rrethin e tij dikon më tepër. Ka dikuj që nuk presëm hajër për ti, po presëm shërë për ti. Me të dhënë me, kemi mundësi me ndalë shërën. Ka për ty në që kanë hi frikë në islam. Kanë hi frikë në islam. Dhe kur ja japëm, atër ka mundësi me një ata vetën ma me mirë se ardhje në islam. Ka për njerëzve që janë pari e muslimanëve. Domthon pari e muslimanëve kanë detyrat muslimanëve në dorë, janë edhe vetë të tillë. Mirë po, ata karshi tjerëve, karshi homologëve tyne, në vendet tyne, ose në rajon, njihen më inferior sepse nuk i kanë punë të njëjtë sikur ata tjerë. Kur ja jep ti këtyne, kur ja plotson kushtet, njihen më të fuqishëm edhe thonë ha që sa mirë në muslimanët po na ndihmojnë edhe po bëhet puna më mirë. Tjetër, ka mundësi që dikush me qenë popull me cilin pritet me pas luftë. Varësisht prej orientimeve që ja japin paria atij populli, atëherë ka mundësi me ndodh ajo luftë apo jo. Për me parandalu atë luftë, më mirë do t'i shkon mi dhon hedije dikuj prej atyne njerëzve që janë pari e tyne, vetëm e vetëm mos me ardhë deri te lufta. Raste tjera nuk du të ndalim shumë këtu. Shtrohet pyetja, hoxh deta shka fole, je të fol për korrupsionin. A është ashtu? A pi del që ashtu pak? Pa marrë për. Pi për ngjanë, po. Thonë mi dhon filanit për me nal sherrën, mi dhon filanit për me korrupsioni edhe muallafetul qulub, sigurisht që ti shkon në dorën e hoxhallarëve s'kishin guxu këtë me fut. Po këta ka fut Allahu i plotfuqish. Për këtë arsye tash jemi të pashtadin, mos frigohem me thon cilës kategori i takon. Mirë po, frika nuk është se kjo konsiderohet korrupsion. Frika nuk është se kjo konsiderohet korrupsion. Nuk është frika se dikush ka mi thon muslimanëve se korrupsioni është në librin e juaj. Po frika është se mos për merr kush një preventiv të kjo me thonë korrupsioni është halal. Më thonë, nuk është frika se po mashan islamin mu me muallafetul qulub. Frika është se mos po dënë me malivdu bile me thonë të zekati mas shumë ti që ajo më ka përqy. E pse? Mja bo halal vetës kë si inspektor, kur t'hi në për lokalet ndryshme, e me thonë ka darë se a ju tu së shërri tem tani mu mi dha do parë pak. Ma dha një hedije. Jo, kështu nuk ka kësi kuptimi, po na duhet ta shohim një aspekt. Këtë po e obligon Allahu e jo njerëzit. Allahu kush është? Është krijuesi i atyne që nuk janë musliman dhe është mirë ata mu pas bo musliman? A është Allahu ai që ju uzon njerëzit dhe njerëzit s'kan mundësi mi uzu tjerët? A është ashtu as është? Në rregull, pa dyshim. A është Allahu ai që kur ka dasht një popull të keq me shkatru, nuk u bo fjala e punë. E ka shkatru krejt popullin dhe nuk ka mbet shenjat tyne, hiq. Kur u shkatru populli i Saliut a.s. Themudi, thuhet një njeri ka qenë në ato momente ka qenë në Qabe. Themudi është bukur larg, domethënë me Mekën dikun me matjet sot me 1000 kilometra ma tepër. Ai ka qenë Qabe, këta i shkatru prej asaj zhurmës, ushtimës madhe të Saliut a.s. Thuhet ai në Mekë aty në moment ka vdek. Një gru ka pështu ka dalë prej asaj zhurme, ka shku te një fis tjetër, ju ka kallëzu se çka po ndodh, në moment ka dek, veç e ka kallëzu lajmin në moment ka dek. Pra Allahu kur don me shkatru një popull, jo që e qënë një fatkeqësi vetëm të çaj vendi edhe kush është aty vdes, jo, ai ka shkatru komplet atë fis. Pra Allahu është i njëjti, që ka mundësi me bëu edhe këta dhe ata, e çfarë rreziku pra po mund ka mu paraqit nëse dikush na kërcënohet me luftë, kur Allahu mundet me na ndihmu në forma tjera, pse me muallafetul qulub, pse me zekat na mi pajtu njerëz? Rreth kësaj meditojmë atje për vëllazën.
sepse ka mësime të mëdha në këtë fushë. Tjetra, nuk guxojmë ne ta mendojmë këtë kategori si korrupsion, sepse nuk i përngjan korrupsionit në asnjë aspekt. Korrupsioni është me mu lirun prej një obligimit tem, duke përdor një taktik të ndalume, këtë rast të mitoja po flas, që personi i cili kërkon prej meje me ngulm, i cili është dora shtetit, dora fuqisë, ai mu ndal ose mu tërhek nga kërkesat e shtetit apo të ligjit apo të atij si inspektor, e që unë mu liru pastaj. Kjo është korrupsioni. Këto raste krejta shka janë, na nuk shkojmë i dhon njerëzve një nga një me thonë, ha, po bosh musliman me pare. Jo, kjo s'vjen shprehje. Kjo nuk e ka këtë kategori zekati. Mirë po, me bo luft me një popull gjuna. Dhe kjo është një shenjë që Allahu i plotfuqishëm legjitimon gjana të tilla, sikur muallafetul qulub më i dhon zekat, vetëm që me mujt me parandalu luftën, se jo, e duhet edhe me luftu tani. Po, për me parandalu luftën, hajtë mos qështu punalën ata më mirë. Në rastet e sotme, a mund të përdoret kjo kategori? Omeri radiallahu anhu ka pas konsideru kategori të cilës i ka dalë afati. Ka thonë kjo ka vlejt në kohën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tash ka thonë, kush don me besu qartë, bënd shumë le turnon. Kush s'don, s'kem nevojë mi thonë s'po bojmë luftë me ty, e ha do parë. Jo, përkundrazi, hajde bujrum se jemi të gatshëm për luftë. Në atë rast ka mendu Omeri radiallahu anhu dhe ka konsideru si pjesë e derogume kur është bo obligim lufta. Mirë, por realiteti është se kjo mbetet gjallë gjithmonë, nuk kemi argument me thonë se kjo ka ra, dhe të njëjtën kohë është vetëm që lexohet në Kur'an, po është e deroguar si në aspektin e fuqisë së implementimit. Kjo mund të shfaqet varësisht prej momenteve, varësisht prej fuqisë muslimanëve, varësisht prej kohës në kohë. Është e vërtetë që ndonkohë ndoshta mund të mos përdoret si taktik, po ndonkohë tjera do të mund të përdorej shumë si taktik. Pra, prej muslimanëve që do t'i kishëm dhonë zekat, e ata kanë me dhonë llogarinë e vetë për secili për punën e vetë që e bën. Po në çet punë mi thon o ministri i arsimit bre, me këto vajza, me këto. Ti me fe si e ka marrësh, me tut Zotit si ti përpara je ka i bën për shembull. Cili do koft, se kjo nuk është me ngarku vetëm këtë aktualin. Kjo është një vijë që kën fakt e gjet ashtu. Mos s'po të bën punë kjo, merri do parë, pra ti parë për parë tash. Ato të tjerëve dhe të mijat nuk shkruan diçka ndryshe. Parë është. Merri. Thef shafën. Edhe po kush me bokat? Jo individi. Se kur e bën individi është korrupsion. Pra, muallafetul qulub është kur shteti, aparatura e zakatit e bën me individ të caktuar, jo si individ, po qëllimin e ka te ndikimi i tyre. E kështu që na muj me thonë, tash për tash, aktualisht kjo kategori për neve është e rame. Jo që na jem të fuqishëm, po unë nuk jam shteti mi dhonë zekat ati, sepse unë nuk e mbledhi zekatin. Nuk e mbledhi, përdesa nuk e mbledhi, atër që shka mundësi unë me thonë, parat e mija unë pjaqej këti. Jo sa i veç i hana dhe kur gjë kërkuj, sa ai nuk e njeh filanin si zoni i muslimanëve. Po për me bo këtë, du të me shkuaj që është përgjes për muslimanët, edhe ai e din se kur ka shku në mënyrë institucionale dhe ja ka dhonë këtë dhurat, këtë hedije, atëherë kërkohet që jo këti udhëheqësit mja kthy ky me të mirë, po mja kthy komunitetit që udhëheq kë i pari muslimanëve. A e kuptut? Për këtë arsye kjo muj me thonë karat tash, për shkak se s'ka implementim se mbledhja e zakatit nuk është në mënyrë të organizuar. Ndërkaq kjo mund të jetë në fuqi kurdo që bëhet një organizim i mirëfillt i tij dhe kurdo që muslimanët pra kanë ramje ose ka nevojë për të mos u ballafaqur me dikon me luftë, me probleme, me sende të tilla, atëherë me këtë metodë me zgjidh problemin. Kategoria 5 cila ishte? Wa fir riqab.
përveç që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lirimin e robëve gabimisht. Përveç që Allahu i plot fuqishëm për lirimin e robëve ka pru dispozita të veçanta. Sa herë kur gabon muslimani ose le të agjeroj 3 ditë, ka bu berreshëm ose le ta liroj një rob. Cilën? A çështu? Jo, le ta liroj një rob. Nëse nuk ka, le ta agjeroj. Sa me agjeru? 3 ditë. 3 ditë. Mirë. Nëse i ka thonë gruas po mdokesh si nona, me lëshu një rob, ose le ta agjeron sa? 60 ditë. Nëse ka hongër në pikë të Ramazanit, si pas mendimit të aty që obligojnë për ushqim, kefaretin, ose ka bo marrëdhënie me bashkëshorten e vet në ditë të Ramazanit. Çka me bo? Le ta liroj një rob, nëse nuk ka 60 ditë kefaret, plus një ditë me bo kaza. A jeni të pa 60 ditë edhe 3 ditë. 60 ditë edhe 3 ditë. 5% e dënimit është në agjerim rrena, krahasim me marrëdhëniet në ditë të Ramazanit. Apo? A i ka pas hija atëherë me thonë, ky mos liron rob. Ky që ka rrejt, ka bu ben trajshëm, ky mos liron rob, po ky në ti ushqen dhe të varfën. Që është në ajet. Mirë po Allahu i plot fuqishëm këtë punën e robit, se ka këshyr gjunahi sa është i madh i vogël. Lësheni rob. Vetëm njerëz mi kurtalis për kësaj. Nuk u mjaftu vetëm me kaq. O laqad karramna bani Adam, Allahu thot i kemi respektu njerëzit. Na jam kemi dhënë lirin edhe dojmë ja u kthy lirin, përveç nëse ata bën shumë poshtër. Dhe të njëjtën kohë thot edhe mi liru robt. Pra robt është robnu dikush sa i bën pare se shitet robi njeriu kur është rob shitet apo Allah 1000 euro kum ble, 2000 euro kum ble. Çka bën ai kryen shërbimin në shtëpi. Natyrisht punon ton kohën edhe është rob 2000 euro u kry, çe meriti 2000 euro. A bleti ti po tash je i lirë, graj, hec. Më thonë me shka, me pare të zekatit të muslimanëve. Elhamdulillah që sot në këtë kohë nuk bëhet fjalë për një gjatë tillë sepse afati, do më thonë, i praktikës të islamit për pak kohë robnin e ka kryer dhe sot zakonisht në për librat e vjetra shuhet ma gjanë për në libra tjera e qështu një libra që e kom para vete si ka një 5-6 rejshta në këtë temë krejt dhe sa këtë këto tjera ti pat ka 2-3 faqe. Tjetra, 6 po dojmë ti përfundojmë edhe pse s'mujmë ja dhënë hakun, borxhlive, ata që janë të thellum në borxh. Personi i cili është i thellum në borxh duhet të ndihmohet edhe me zakat. Pra, qysh me ndihmu? Elhamdulillah që zakati është tjetër shka krahasim me mi gjet borxh dikuj. Pra, mi gjet borxh dikuj më thon valla kur ta lisa, pse i kish pas punë keq, i shkon te filani ja kish pas 10.000 euro, kish pas afatin çështu, u detyrua me shi shtëpinë, e unë ja gjeta. Ty shka ka me të bëj me t'i kthy. Po ti veç ja ke shty afatin apet kë për dikona shumë kënaqësi se ja shtyn afatin, kë tash pse s'u ka bosi vetë më në vitit i bën ato 10.000 euro. S'po du më thonë që s'ka sevap. Jo, shumë sevap ka, shumë sevap. Ti që e ke shliru një vllat, ashtu ja ke shty afatin, shumë sevap ki. Sa gjysmën mja pazon sadak, bën e men. A mo zakati është këtë tjetër. As s'ka nevojë kë dikuj mi thon drejt për drejt falenderit zotni, sepse aparatura e ka dhënë. Kës mundet mi dhon parët e sultanit ja dhash Hasanit. Ja, se nuk dihet ato janë sultanit, janë filanit, janë fistekit, ndashta edhe vetë Hasanit mujnë më kon. A dini që mujnë më kon edhe parët e Hasanit? Qysh? Ma heret ka pas. Si vjet mëre? Si vjet kjo 40 dele i pat? 40 dele i pat, kjo i jep ke zekat. Për aty ne jep ke zekat edhe të njëjtën kohë meriton me marr zekat. A ka mundësi kështu? Ka mundësi kështu me ndodh. Pra ka kategori që i japin edhe marrin zekat të njëjtën kohë. Apo kthehet te ajo ligjërata e kalume, kush janë fukara. Keni mendim që fukara janë ata që s'jam rrin nisabin në asnjë lloj pasunisë.
E mendimi më i saktë ke? Fukara janë ata që nuk mund mi mbulu shpenzimet edhe nëse jam rrin nisabin. Pra i mund mi pas 40 dele, po shpenzimet i ka tilla që si mjaftojnë ato 40 dele. Edhe nga kjo del se ai e jep një dele, po të njëjtin kohë merr zakatin. E çfarë nëse ky është edhe borxhli? Borxhlia në fakt natyrisht tash nuk obligohet ky me dhon zakat pi këtyre kategorive që i përmendëm, as mall tregtie, as ari argjend, as pare. Ky në fakt është i lirum prej këtyre gjanave. Mirë po borxhlis të njëjtën kohë është mirë me ndihmu që me dal prej situatës që në vitin e ardhshëm ai çka bën? Ta 70.000 eurot që ti ja ke dhënë ndihmë. Ky vazhdimisht ka me punu për me kry 70.000 euro. A kur ja kemi dhënë një herë zakat në vitin e ardhshëm, është për atyre që jep zakat dhe e pasuron arkën e shtetit. Natyrisht, nëse ky ka hyrë borxh për shka? Për interes të vetin dhe jo për zgjerim të jetës. Interes të vetin është fjala shtëpinë shumë të vjetër, e ka pas keq me marrënia 3 o dasht, të marru, pra ka hi borxh është detyru, kjo është në rregull. Për ushqim s'bëhet fjalë. Për një mjet të punës nuk bëhet fjalë. E nëse kë thot kom dash me bleni kert mirë, i kom që kaq borxh, atë ne i themi e joti se pas ke bash urgjent ty me të dhonë zakati, se ti nuk e ki borxhin për diçka që është interesi joti, sidomos kur ai hin për dikon tjetër. Tjetër kategori? Në rrugë të Allahut është kategori jashtëzakonisht e gjanë. Pse është e gjanë? Po qysh pe shifni prej emrit. U fi sebilillah, pra në rrugën e Allahut. Rruga e Allahut, çka s'ka para veti, mirë po fillimisht në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo nuk u kuptu ndryshe jashta për xhihad, për luftë në rrugën e Allahut. Më vonë, duke qenë se termi është i gjanë, atëherë kanë mujt me fut edhe gjana tjera që janë për rrugën e Allahut, për mbajtjen e fesë Allahut. Këtu kanë fut edhe davetin, thirrjen islame, për këtë arsye pra institucionet fetare në komplet këtë rajon e kanë mbledh zakatin sepse nuk kanë pas kurfar mundësie të furnizimit të pasurimit të bashkive fetare islame jashta përmes zakatit. Shteti nuk ka dhënë, ndonjë fond tjetër nuk kanë pas nevojat për me rujt islamit, për me funksionu xhamia, për me funksionu medresja, për me funksionu institucionet fetare, arsimore dhe jo arsimore tjerat, pra është dhënë fetva edhe prej ma vonë edhe prej asambleve të ndryshme të fikhut se mund ta marrin zakatin kjo kategori e njerëzve atëherë kur nuk kanë mundësi tjetër të furnizimit dhe janë të nevojshëm për davet. Pra, nëse nuk funksionon, atëherë zbehet Islami ose në fakt rrezikohen muslimanët prej kësaj. Do ta kalojmë edhe këtë shpejt. Ibn Sebili cili është? Udhëtari, për cilën udhëtar bëhet fjalë? Udhëtari është fjala personi i cili është larg vendit vet. Ka shkputje me vendin e vet. Atje mund të jetë i biri i milionerit, atje mund të jetë shumë i pasur, po kjo sidomos kjo ka vlerë për kohën e mëhershme, nuk është kategori e këtij shekulli po e quaj. Pse nuk është kategori e këtij shekulli? Po nisu prej vetes, ke mbetur në Turqi dikun, janë metodat për dërgimin e parave janë shumë të lehta, me sekonda, me SMS kryet ajo punë. Vetëm a ka të shtëpia. Pra në këtë rast ky person në të kalumen ka mujt me marr pra edhe atëherë kur ka pas të shtëpia. Edhe atëherë kur po them ka qenë biri i milionerit. Po pse? Se është kategorinë veti, Allah nuk e ka përmend si të varfër. A sot për sot neve me na ndodh që në vendet huaja zakonisht bim në atë kategorinë e parë.
se s'ka ku me lyp në shtëpi, s'ka ku na mi lyp, edhe atëherë detyrohet me shku te udhëheqja islame, atë me kërku në ndihmë dhe ai ka drejt me i dhon pra prej fondit të udhëtarit. Ka raste edhe në kohët e sotme pra që vinë njerëz me qëllim për shembull të emigrimit, të daljes prej vendit tyre në vende tjera, jesin rrugës, domethënë kanë bërë shpenzimet pa parapame, i ka pas 1.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro, mirë po ato janë shku, është dash me dhonë dikun desa kam rri këtu e kështu më radhë, ma në fund bëha ki dërë mu këthy, po tash s'ka parë mu këthy, atëherë kush m'ja pagu qatë bilet, mund t'i jepet prej zekatit për t'ja pagu biletën mu këthy aj deri në vendlindje. Në pika krejt shkurta i ram këtyne fondeve ku jepet distribuohet zakati, në mënyrë që ta përfundojmë dhe të mos zgjatemi me numër të madh të ligjëratave. Allah ju shpërblet për dëgjim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qur rabbi zidni ilma.